Mesazhin në Twitter i cili që sëndiste liderin e demokratëve të Senatit, Donald Trump e shoqëroi me hashtagun "Ta thajmë moçalishten", shprehje kjo që e kishte përdorur edhe gjatë fushatës. Është e vërtetë se Chuck Schumer kishte shprehur më parë mungesë besimi ndaj James Comey, thon mediat amerikane. Por ajo që ai vet, demokratë të tjerë dhe disa republikanë vënë në shenjën e pikpyetjes, është koha e zgjedhur nga presidenti për shkarkimin e shefit të FBI-s. Nëse Trump vërtet mendonte se Comey nuk e menaxhoi siç duhet hetimin e emaileve të Hillary Clintonit, shprehen ata, atëherë duhet ta kishte pezulluar që në muajin janar, dhe jo tani, kur është në mesin e verifikimit të lidhjeve të rusëve me anëtar të stafit të fushatës së miliarderit. Comey nuk është viktima e vetme mbi të cilin bie shpata e shefit të shtëpisë së bardhë, në kohën kur anturaxhi i tij është subjekt hetimi. Largimi i bujshëm i ish drejtueses së Departamentit të Drejtësisë Sally Yates u bë pasi ajo refuzoi të zbatonte urdhrin e parë ekzekutiv mbi ndalimin e hyrjes së shtetasve nga një listë vendesh me shumicë muslimane në SBA. Kjo ishte arsyeja zyrtare, por kryeprokurorja në detyrë, kujton CNN, ka qenë ndërkohë dhe pjesë e hetimeve mbi mundësinë e një pakti të fshehtë mes Moskës dhe administratës Trump. Ajo aso kohë edhe u takua me zyrtar të shtëpisë së bardhë për t'i informuar se këshilltari i atëhershëm i sigurisë kombëtare Michael Flynn nuk po thoshte të vërtetën mbi takimet e tij me ambasadorin rus Sergei Kislyak. Prit Barara, ish prokurori për distriktin jugor të New Yorkut, një figurë mjaft e respektuar, u pushua edhe pse Trump e kishte siguruar se nuk do t'i prekej vendi i punës. Zyra e Barara kishte hetime në përduar në kohën e shkarkimit të tij, një ndër të cilët kishte të bënte me pretendimet e presidentit se ishte përgjuar nga paraardhësi i vet Barack Obama.